Çegurde Bargadas. Çegurde Flavia. Si jemi sot? Sot jemi mirë. Sot do flasim për një temë në fakt Bargadas që është besoj me interes për të gjithë. Do flasim për limitet që njeriu krijon. Dhe jemi pikërisht te limitet që njerëzit krijojnë, pikërisht kur ato kanë edhe potencial më të madh. Çfarë ndodh në këtë pikë? Kur ke një potencial kaq të madh dhe i vendos limite vetes sonde. Mendoj që mënyra se si edukohemi që në fillimet e fëmijërisë tonë, sikur na përcaktohet sa mund të arrijmë në jetë. Edhe pse faktorë ndryshëm na motivojnë, por sepse nëse shohim po themi edukimin o gjithçka që na mëson, gjithçka do na japi atë çfarë ka, çfarë din. Po themi edukimi do na japi atë çfarë ka zbuluar në sensin, ose atë kapacitet që ka arritur ta njohë. Gjithashtu dhe familja. Pra, mvaret gjithmonë te edukimi i faktorëve përreth, qoftë i familjes, qoftë i shoqërisë, dhe mbi bazën e asaj do na ndihmojnë edhe ne për të kuptuar se sa vërtet mundet të arrijmë të njohim nga potenciali i jona, ose të njohim ose të arrijmë në vetë jetën tonë. Nga kjo që ti po thoje Bargadas, ishte domethënë mua më lidh me diçka, janë limitet vërtet reale mendon apo janë histori që ne i tregojmë vetes pikërisht për të mos avancuar ose është frikë apo nuk e di nga zhgënjimet e mëparshme. Mendoj që janë të dyja, por një që ka ndikim të fortë brenda nesh është mënyra se si na ndikon shoqëria, mënyra se si na ndikon familja. Në sensin kur e them në këtë formë, nuk do të thotë që ka diçka të gabuar ose jo dur, por gjithmonë dikush ose diçka do të japi atë çfarë ka. Po themi familja bën më të mirën për fëmijët e vet, patjetër. Por do të mundet të japi vetëm atë që ka dhe atë që njeh. Gjithashtu edhe edukimi. Po themi le të shohim edukim, po themi në vendin tonë. Sa do të jetë dëshira e mirë për dhënë diçka, do të japi gjithmonë aq sa mundet, sa ka kapacitetin. Dhe mendoj ne sikur rritemi me këtë lloj mentaliteti ose në mjedisin në cilin rritemi dhe fillojmë edhe besojmë tek ajo që okay, janë kushtet që në cilet jemi rritur dhe jetojmë, janë tilla dhe sikur krijohet një vështirësi për të parë që jo ka më tepër se sa kaq. Pra kur e lidhim edhe për zbuluar potencialet brenda nesh. Jo thjesht mua pavarësisht të gjithave, kur flasim për limitet, më duket sikur njeriu, edhe shoqërinë, edhe familjen, edhe edukimin, dhe tërësinë ose frikrat dhe dështimet, më duket sikur i përdor si justifikim Bargadas. Do thuash ti pse në këtë rast? Po sepse të gjithë brezat vinë duke u evoluar, siç ne kemi parë që historia ka treguar, domethënë që shkollimi ndër vite ka ndryshuar, ka avancuar, ka ndalë mënyra të reja, ashtu edhe familja. Prandaj marrim një shembull nga familja. Prindrit tan kanë bërë për ne aq sa ata kanë ditur. Dhe ne jemi një brez i ri i cili po shohim më shumë se sa ata. Pse unë duhet të ndaloj pikërisht në atë çfarë më është thënë apo mësuar, dhe pse mos ta superoj të marr atë më të mirën e gjërave që më është mësuar nga familja ime, dhe të qëndrojmë te familja e cila është baza në ndërtimin e karakterit të një individi, dhe pse mos të marr më të mirën e kësaj familje që më ka edukuar, dhe ta përdor dhe ta lidh bashkë me më të mirën që unë kam mësuar ndër vite në këtë shoqëri që është zhvilluar etj me radhë, dhe ta përdor në shërbim të vetes time, për të përmirësuar, për të bërë një njeri më i mirë, ndoshta edhe më i arrirë, si së brendshmi, si së jashtmi, si në punë. Më duket pak personalisht kontradiktore pjesa e shoqërisë, familjes, në tërësi që njeriu e përdor, jo se kjo nuk qëndron. Thjesht nga pikpamja ime mendoj që njeriu e përdor këtë gjë.
Si e shikon ti këtë pjesë edhe çfarë mund Sigurisht që po, por diçka domethënë është e qartë kur e vëzhgojmë që ambienti i përreth nesh ka një ndikim goxha të madh në mënyrën se si ne ecim në jetë, ecurinë e jetës tonë. Pra prandaj në këtë, dhe sigurisht të kapërcesh limite brenda teje nuk është as pak e lehtë. Sepse do hidhesh në diçka të panjohur dhe përgjithsisht po ta shohim qenien njerëzore do donte që të rrinte gjithmonë rreth asaj që njeh. Sepse e panjohura në zonë komforti, sepse e panjohura zgjon shumë gjëra brenda teje, atë çfarë the edhe ti, pasigurinë, frikën, shumë gjëra të cilat ndoshta ne nuk jemi gati t'i shohim. Dhe prandaj ajo çfarë ti po prekje është absolutisht e vërtetë, por që ngadalë të kapërcesh, ke nevojë për një forcë, ke nevojë të gjesh një forcë ku mund të mbahesh. Dhe prandaj kjo forcë në shumë raste vjen tek dija që ti e kultivon, punon me veten tënde, qoftë së brendshmi apo qoftë së jashtmi, ose shoqëria, dikush që vërtet të inspiron dhe zgjon atë forcë apo besim brenda teje. Pra për në fundit ti duhet ta kesh, në sensin ajo çfarë ti po preket, që të kalosh përtej asaj, ku shoqëria apo faktorë të ndryshme kanë impakt tek ne, dhe jo gjithmonë ndoshta ti përdorim për të justifikuar, atëherë të duhet një forcë, pra të duhet të mbash diku në sensin që ti të fillosh edhe të shohësh ngadalë përtej atij rrethit vicioz në cilën jemi mësuar të jetojmë. Po rruga jonë Bargadas edhe rruga shpirtërore në përgjithësi, si ndikon pikërisht në këtë vendosjen e limiteve? Si mund ta përdorim në të mirën tonë? Atë rruga shpirtërore është e destinuar të zgjoje vërtet potencialin tonë brenda nesh. Pra dhe këtu, po themi, sa do ne të orientohemi së jashtmi, po themi tek sukseset e jashtme, gjithmonë do ketë limite. Pra gjithmonë do ketë imperfeksion, sa do të arrish gjëras jashtme. Sërish do shohësh që je pa kënaqur, në sensin diçka sërish është duke munguar. Ndërsa kur nëpërmjet spiritualitetit apo rrugës shpirtërore, e gjitha ajo zhvendosje është brenda teje. Dhe prandaj e themi shumë herë që rruga shpirtërore në shumë raste nuk është se mundesh vërtet ta shpjegosh nëpërmjet fjalëve se çfarë vërtet ndodh. Prandaj është eksperiencë. Dhe ti po themi, unë kam qenë natyrë që nuk kam pas shumë kurajo nëse mund ta them, ose sërish ajo çfarë të qëndroj në zonën time të komfortit. Pra duke njohur limitet e mia, jam kujdesur gjithmonë mos përballem me diçka që më sfidon. Pra më vën në kushte jo të favorshme. Ndërsa ngadalë, pra nëpërmjet rrugës shpirtërore, edukimit, praktikave, kur ti fillon edhe vendosesh më tepër brenda teje dhe njeh më tepër veten tënde dhe cilësitë brenda teje, atëherë fillon edhe identifikon dobësitë tua. E fillon e identifikon faktorët që sfidojnë si jashtmi dhe faktorët që të mbështesin. Pra fillon edhe njeh në farë forme fush betejë në cilën duhet të operosh, nëse vërtet don të rritesh bësh dikushi, duhet të përballesh. Dhe ajo që ka të bukur rruga shpirtërore është gjithmonë të motivon që të përballesh me limitet e tua. Se vetëm duke u përballur me limitet e tua, ti mundet ti kapërcesh ato. Pra ne ndryshojmë jetën tonë në momentin që fillojmë dhe shohim veten tonë ndryshe apo jo? Eksakt. Pra kjo do të thotë, dhe kjo është e bukura, po themi shoqëria, ne jemi pjesë e shoqërisë. Pra shoqëria jemi ne, nuk është se shoqëria është ndryshe, ne jemi ndryshe, ose bota shpirtërore nuk është pjesë e shoqërisë, patjetër, po flas tek këndvështrimi si shohim gjërat. Apo si shohim gjërat. Dhe po themi, shoqëria gjithmonë ka frikë tek ndryshimi.
Po themi ti e ke nga eksperienca jote, kur ke nisur të ndryshosh, të sjellësh diçka të re në jetën tënde, që ka qenë e panjohur, qoftë për familjen, qoftë për shoqërinë, çfarë ka ndodhur? Direkt ka pas një skepticizëm, jo në sensin gjithmonë jo të duhur, por ka gjithmonë e panjohura të bën që ti je skeptik në hapat e parë. Dhe prandaj shoqëria nuk është një mbështetje, po themi, shumë e fortë kur vjen puna, për vërtet për të ndryshuar ose për të sjellë diçka të re në jetën tënde. Unë mbaj mend një herë Bargadas, përveç faktit që jam ndeshur me gjitha këto me këtë skepticizmin që është shfaqur nga njerëz të ndryshëm që kanë pasur për qark, për mua ka qenë pak më jo e thjesht, por e kam qenë shumë e bindur në atë gjën që ndjeja së brendshme dhe unë gjithmonë i kam dhënë shumë prioritet pjesës time të brendshme dhe më janë treguar pak rebele në tërësi, po dhe kam pasur edhe raste në të cilat kam pasur shumë nevojë për mbështetje, siç ka qenë një rast ka disa vite në fakt, përpara se të nisja në rrugën shpirtërore. Me çështjen e punës dhe ku të gjithë njerëzit më thonin që jo, nuk e për të arritur, nuk e për të dalë, nuk e për të dalë, dhe ndërkohë që unë kisha shumë besim edhe patjetër kisha frikë, nuk mund të them që nuk e kisha këtë frikë, por në konkluzion ishte shumë pozitiv dhe në shërbim të gjërave që unë doja që të arrija. Megjithatë, unë shikoj shumë njerëz që arrin gjëra të mëdha, pavarësisht se shoqëria, familja i kundërshton. Ç'o ndodh me këta njerëzit, se jam shumë kurioze. Është çështje, kanë forcë më të madhe se gjithë të tjerët, kanë një mendje më të fortë, ku qëndron pikërisht ai sekreti që ata kanë? Sigurisht që po. Atëherë, çdo qenie njerëzore, forcën unike ose potencialin unik e ka brenda vetes. Po themi, kur flasim për dashurinë, çdo qenie njerëzore e ka dashuri brenda vetes, atë lumturi, atë përmbushje. Por dikush ka predispozita apo është më afër asaj çfarë e bën ta shprehë ato ose të vendoset në atë forcë. Dhe sigurisht ndryshimi është që dikush ka më tepër predispozita për ta manifestuar atë forcë. Po themi ose vullneti ose ambicie, por thellë gjithë secili e ka. Dhe ka diçka që jo çdo qenie njerëzore është e predispozuar që jeta të jetë një lloj si tjetër. Pra, kjo është e gjithë edhe vetë rruga shpirtërore. Rruga shpirtërore na ndihmon për të zgjuar potencialin dhe për të na vendosur në pozicionin e vetes tonë më të mirë, pa u krahasuar me tjerët. Po themi, nëse ti arrin të zbulosh ose të bësh dikushi, kjo nuk do të thotë se edhe unë ose edhe dikush tjetër. Pra, dhe kjo është rruga shpirtërore, të zgjoje potencialin që për ty është thënë që në këtë jetë të arrish. Dhe kjo do thoja që njerëz që arrin sukses kanë predispozita dhe besojnë tek ajo çfarë ti the, besojnë shumë tek ajo që është brenda tyre. Pavarësisht çfarë, pavarësisht se tjerët i dekurajojnë ose nuk i mbështesin, pra forcën për të besuar tek ajo çfarë ndjejnë dhe për të ecur për të arritur atë çfarë ndjejnë është shumë prezente tek ata. Dhe po thejë do thoya njerëzit spiritual nuk është se janë ndryshe nga tjerët. Çdo qenie njerëzore thellë brenda tij është shpirtëror. Por ajo çfarë bën ato që përqafojë rrugën shpirtërore është forca për të besuar tek ajo çfarë ndjen dhe sërish ta ecish, të japësh shans vetes ta përjetosh. Bargadas, ka një diferencë midis përullësisë edhe në vlerësimit të vetes. Si mundemi ta dallojmë këtë pjesën? Atëherë, përullësia është forcë. Aty ku ka përullësi nuk ka dobësi. Ndërsa dobësia është mungesë besimi tek vetja. Dhe ne shohim, po themi, mund ta shohësh edhe me veten tënde. Aq kohë sa ke, po themi, në rrugën shpirtërore. E sheh që ke më tepër forcë brenda teje për të përballë me gjërat, për të përballë me jetën, për të përballë me çdo vështirësi, qoftë punë, qoftë çfarëdo që vet jeta të përballë.
Pra, dhe kur themi për porositë, një çfarë mund ta kuptojmë me porosi, do të thotë që ti pranon. Pra ti nuk bën rezistencë ndaj asaj që të vjen, ose ndaj diçkaje që ndodh, të pëlqen as të pëlqen, e pranon. Dhe mendoj kjo është një element shumë i rëndësishëm. Dhe porosi nuk do të thotë që tjerët apo jetat të në sensin kushtet të na mbysin, ta vën poshtë. Jo, do të thotë që vërtet të vendosësh në pozicionin tënd në vetjetën, krahasuar me çdo element tjetër të jetës, me njerëzit apo ku diun me çfarë, dhe mos ta shohësh veten si më e rëndësishëm se tjerët, se ky është problemi, që çdo njeri, çdo qenie njerëzore, përgjithsisht e sheh veten më të rëndësishëm se sa tjerët. Dhe kjo na largon më tepër të qenit i përulur, ndërsa njeri i përulur është i fortë, por asnjëherë nuk e lejon veten e tij që ta shohë veten më të rëndësishëm se sa tjerët. Sepse ndryshe nëse sheh ti veten tonë më të rëndësishëm se sa unë, se prindërit e tu, se shoqet e tua, po dhe tjerët në këtë formë, atëherë ne largohemi nga njëri tjetri. Pra ne krijojmë shkputje nga marrëdhëniet sociale, nga marrëdhëniet, ku diun, dashurisë, çfarëdo marrëdhënie. Bergadas, shpesh ne dëgjojmë që njerëzit nga një ndodhi jo e mirë ose nga një vuajtje, le ta quajmë, shpesh herë edhe janë përmendur brapa. Si lidhet vuajtja? A është një nga ato portat pikërisht që shërben për të tejkaluar limitet? Do thoja që po. Domethënë vuajtja ka shumë sime brenda. Do thoja një, ajo që përmenda, pranimi, pra të pranosh, sepse kjo është diçka, Flavia, mendoj që ka nevojë të ndryshohet një se si e shohim. Jeta nuk mund të jetë ashtu siç ne mendojmë. Pra në jetë nuk mundesh që ta mendosh dhe ta imagjinosh jetën si do të përshtatej ty. Pra ti je gjithmonë e shëndetshme, gjithmonë, ku diun, e lumtur, gjithmonë, pra ekzistojnë të dyja dinamikat brenda saj. Dhe një njeri, po themi shpirtëror, çfarë ndryshon është sepse e lejon veten t'i përjetojë të dyja, por në të njëjtën kohë qëndron i shkëputur. Si diçka, ku ne shohim një film, sado horror apo çfarëdo lloj filmi të jetë, ne shohim filmin, e dim gjithçka që po ndodh në film, por në të njëjtën kohë nuk e identifikojmë veten me aktorët apo me vetë filmin. Pra mbajmë veten të shkëputur. Ndërsa një njeri që nuk e ka këtë dije, pra çdo eksperiencë që jeta i sjell, ngelet i lidhur me eksperiencat që jeta i sjell. Dhe prandaj herë i përjetojnë si dhimbje, herë në farë forma, pra në forma të ndryshme, ndërsa një njeri shpirtëror sigurisht përjeton, por ngelet i pashkputur te eksperiencat. Dhe në atë çfarë ti përmende, do thoja që dhimbja është ai lloj mësimi që në të njëjtën kohë na mëson sigurisht ta përjetojmë atë çfarë jeta na sjell, por në të njëjtën kohë të mos e identifikohemi me dhimbjen, mos e identifikohemi edhe qoftë me lumturinë, po themi kur flasim për lumturinë materiale që ka një afat të shkurtër. Sigurisht ta përjetosh, por mos të identifikohesh. Po themi ne kemi parë shumë raste kur jeta i sjell një dhimbje dikujt dhe ai person, nëse nuk është i mençur, e humb shansin për të jetuar. Dhe ne kemi parë kur ndodh diçka me shëndetin ose kur njeriu humb një njeri dashur, e humb mundësinë për të jetuar. Dhe pra dhimbja është duke treguar që jeta i ka dy format, kjo është dinamika e jetës. Bergadas, ti ke shumë vite eksperiencë dhe ne shpesh e kemi diskutuar edhe bashkë në raste shoqërie, komuniteti, edhe ndodhish. Shumë shpesh e thua pikërisht këtë që nuk duhet të përfaqësohemi me dhimbjen dhe e mbaj veten të shkëputur. Si ja del, të lutem? Dua ta di këtë pjesë, sepse unë nuk jam në gjendje ta bëj. Ndoshta më mungojnë ende vite eksperiencë dhe kjo vjen me kalimin e kohës, po dua ta di si ja del ti. Jo, tani nuk do të thotë që unë nuk jam i lidhur në sensin, por ngadalë ti e kupton, pra kur flasim për dashurinë, po themi, jo?
Dhe kur flasim dashurin pa kushte, po flasim për atë lloj përjetimi që nuk lidhet nga asgjë. Pra nuk lidhet nga vetë eksperiencat. Pra që do të thotë, nëse ti përjeton një eksperiencë tani, dhe jeta vazhdon, ne përjetojmë, ne po flasim tani bashkë me njëri tjetrin. Dhe kjo është kjo që po ndodh tani. Pas një ore, ti do jesh duke bërë diçka tjetër, unë jem duke bërë diçka tjetër. Dhe tani çfarë do, nëse unë emocionalisht ngel tek kjo bisedë, sepse diçka më ka ngelur mendje, tjerë më ka pëlqyer, s'më ka pëlqyer, pra gjëra tilla, atëherë unë do humb shansin për të përjetuar momentin që do jem në të ardhmen, momentin më vonshëm. Pra në këtë formë, jeta është si një lumë që është gjithmonë duke ecur. Dhe nëse ti lidhesh me një moment caktuar, do humbish mundësinë për të përjetuar atë moment që është të përjetojmë, ne po flas, pra dhe prandaj ne shohim, ne kemi ardhur në këtë jetë pas gjë, dhe do ikim pas gjë, gjithë e dim. Pra çfarë do marrim nga jeta është vetëm eksperiencat. Pra as do marrim as pasuri, as familjen, as gjë tjetër. Ajo çfarë marrim vetëm eksperienca, dhe nëse mund ta them kështu, vetëm ajo çfarë vërtet dham, sa deshëm. Gjithçka tjetër do e lejmë këtu. Pra dhe këtu e kupton që jeta është një rrjedhë, pra që të thotë ta përjetosh rrjedhën dhe të ecësh me rrjedhën, nuk mund të ndalesh, ndryshe nuk është më rrjedhë. Dhe prandaj ne mundësinë për të jetuar, se jeta themi nuk ka vlerë, është sepse ngecimi të lidhur me gjërat dhe nuk lejojmë që të rrjedhim me jetën. Pra ne e kemi thënë vazhdimisht, ne duhet besojmë flavjet e jeta. Unë jam plotësisht dakord me ty Bargadas, po më shuaj një kuriozitet edhe e mbyllim këtë episod. Nëse shpirti është i pakufizuar, pse ne jetojmë të kufizuar? Sepse jemi identifikuar me atë që është e kufizuar. Po të marr vetëm një shembull. Disi është puna kur flasim për shpirtin dhe atë çfarë përjetojmë? Kur ti shkon përballë pasqyrës, sheh veten tënde. Tani kush është Flavia? Je ti Flavia? Apo je Flavia që sheh nëpërmjet pasqyrës? Je ti Flavia. Ai që sheh nëpërmjet pasqyrës është thjesht një reflektim i Flavias. Dhe kjo ka ndodhur kur nena është dhënë, shpirtit është dhënë një trup fizik. Atëherë natyra e shpirtit është reflektuar në trupin fizik dhe në mendjen fizike, në ato që është e përkohshme. Dhe ne atëherë besojmë që ky jemi ne. Pra ky reflektim. Pra një lloj si aktori, që aktori e luan filmin, por nëse do ta identifikonte veten me aktorin në atë film, atëherë jeta e tij do bëhej e vështirë. Dhe ka pasur role që kanë ngelur në rol. Pra ti do thotë ti je në një rol, por nuk je vetë aktori, je thjesht duke bërë. Dhe ky është problemi, ne kemi ngecur sepse kemi besuar tek ky reflektim që vetë shpirti ka hedhur, po themi, në trupin apo në instrumentin e mendjes dhe tjerë. Pra dhe gjitha kjo ne çfarë po bëjmë? Sigurisht e kemi një trup, e kemi një mendje, kemi një personalitet, po kjo nuk është natyra vërtet kush ne jemi. Dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet ta neglizhojmë ose mos kujdesemi. Jo, sepse kjo është banesa jo në cilën ne apo kjo dashuri banon. Dhe sigurisht duhet kujdesemi për trupin, duhet kujdesemi për kush jemi, por nuk duhet besojmë te kjo që jemi. Në sensin këtë kjo që shohim. Sepse edhe një herë, po themi kur shohim dikën Flavia, që ndron jetë. A shkojmë dhe themi, atje shko dhe ofroj homazhe trupit të tij. Pra automatikisht kur jemi thënë trupit të tij, do të thomi që ai nuk është aty, është vetëm trupi i tij. Pra edhe një njeri që nuk beson as pak edhe tek Zoti ose shpirti, e thotë, trupi i tij është atje. Shko ofroj homazhe. Nuk thotë atij që ka emrin, por trupi i tij. Automatikisht do thotë trupi i tij është atje, por ajo çfarë banonte brenda trupit të tij nuk është më aty. Pra këtu e kuptojmë që është diçka përtej trupit. Dhe prandaj edhe një herë, shpirti nuk është diçka që mundet të ulemi tani dhe themi si është shpirti. Pra gjithë rruga shpirtërore është për të njohur çfarë vërtet kjo është.
nuk është thjesht rreth folurit. Do përdor një nga ato shprehjet popullore të shoqërisë tani që kësaj pses nuk i është dhënë ndonjëherë zgjidhje dhe nuk ka për pas ndonjëherë fund me sa duket. Sigurisht, prandaj është një rrugtim. Ne do shihemi në episodin e radhës Bargadas. Kështu që Gjegër Dev. Gjegër Dev, Flavia.